cilët po përjetojnë një shkatërim, një gjenocid i cili po ndodh në sytë e gjithë botës. Fatkeqësisht për autorët e këtij gjenocidi, por edhe për ata që i mbështesin me zë ose në heshtje, por edhe për ata të cilët bëjnë sikur nuk kuptojnë, ky është gjenocidi më i mirë dokumentuar në kohë reale, në epokën moderne. Por sot këtu jemi edhe për Shqipërinë. Nuk jemi vetëm për Gazën dhe për Palestinën, po jemi edhe për Shqipërinë. Sepse me të drejtë sot ne kemi një dyshim të madh, të arsyeshëm mbi qëndrimin që qeveria e Republikës së Shqipërisë në një moment kaq të rëndë për njerëzimin po mban, dhe mbi qëndrimin që përfaqësuesit që ne kemi zgjedhur aty po mbajnë duke justifikuar dhe duke bërë servilin ndaj një kriminali lufte si Benjamin Netanyahu. Ne nuk e dim se në emër të kujt shkon kryeministri Edi Rama në vizitë në Izrael, në emër të kujt bën batuta dhe gallat dhe mban fjalime patetike dhe të shëmtuara dhe bën lavde dhe i serviloset Benjamin Netanyahut, po posteri dhe parrulla që na ka bashkuar të gjithëve ne këtu sot dhe të tjerëve që janë të ftuar duke na dëgjuar që të na bashkohen, është jo në emrin tim. Kjo nuk është një fjali urrejtjeje, as pak. Është një fjali mbrojtjeje. Është një fjali që qytetarët e vendosin kur ata që zgjedhin flasin në emër të qytetarëve pa pyetur qytetarët. Kur kryeministri i Shqipërisë shkon jashtë vendit, ai nuk shkon në vizitë personale për hallet e tij personale, për interesat e tij personale, për të shpëtuar lëkurën e vet nga drejtësia, por ai duhet të flasë në emër të shtetit shqiptar dhe duhet të flasë mbi të gjitha në emër të popullit shqiptar që duhet të përfaqësojë. Duhet të pyes për ndjeshmërinë e popullit shqiptar dhe duhet të pyes për arsye njerëzore për atë për të cilën do të flas. Dhe pikërisht kjo është edhe arsyeja sepse ne jemi mbledhur këtu sot. Edi Rama e takoi, bëri shaka, u lajkatos dhe mbajti një fjalim të neveritshëm si kloun përballë Benjamin Netanyahut, kur Gaza sot është rrafsh me tokën. Kur mbi 71.000 palestinez janë vrarë dhe masakruar, ndërsa mbi 170.000 të tjerë janë plagosur, dhe kur trupat e fëmijëve vijojnë të nxirren nga rënojat, dhe këto janë shifrat më të pakta të mundshme, se mund të jenë edhe më shumë se kaq në viktima njerëzore. Kur spitalet, shkollat janë shkatruar dhe kur Benjamin Netanyahu bashkë me ministrat e vet kriminal fashist ka përdorur urinë, ndaljen e rrymës, ndaljen e ujit dhe blokadën si mjet terrori dhe si mjet lufte. Dhe prandaj gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po e shqyrton shkeljen e konventës së gjenocidit në Gaza, dhe prandaj gjykata penale ndërkombëtare ka ngritur akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për autorët e tyre, që është qeveria terroriste e shtetit të Izraelit. Në fakt, ajo se çfarë ne të gjithë kemi parë, të dashur motra dhe vëllezër, është që përgjatë këtyre 2 viteve e 4 muajve, duke nisur nga 7 tetori, qeveria e Shqipërisë ka përdorur metodën e abstenimit në konventat që kanë pasur të bëjnë në Kombet e Bashkuara me situatën në Gaza dhe në Palestinë. Pra, abstenim në OKB dhe servilizëm në Izrael përballë Netanyahut. Jo në emrin tim. Jo në emrin tim. Jo në emrin tim. Edi Rama në takimin që e pam të gjithë, e ndoqëm live, nuk guxoi të thoshte asnjë fjali të vetme
për Gazën dhe të dënonte gjenocidin dhe të vendoste përgjegjësinë mbi autorët e gjenocidit. Në atë fjalim patetik, Edi Rama nuk guxoi të thotë asnjë fjali të vetme për të drejtat e palestinezëve që duhet jetojnë si të barabartë me të tjerët. Ky nga pikpamja politike. Kjo nuk është diplomaci, nuk është as neutralitet, por është frikë e veshur si diplomaci. Dhe në thelb ky është servilizëm i pastër. Jo në emrin tim. Ai fjalim nuk ka përfaqësuar shqiptarët dhe Shqipërinë. Sigurisht nuk më ka përfaqësuar mua, po besoj nuk ka përfaqësuar as ju që jeni mbledhur këtu, dhe besoj që nuk ka përfaqësuar asnjë shqiptar. Ai fjalim ka keq përdorur Shqipërinë për hallet dhe interesat personale të Edi Ramës, jashtë dhe brenda, më shumë brenda se jashtë. Por ne si popull nuk kemi qenë kur në nivele të tilla, siç ta përfaqësoi kryeministri atje. Le ta kujtojmë, me qënë se ai e përmendi atje në fjalimin e vet në parlamentin e Izraelit, historinë me hebrejt, kur Evropa u përkul përballë nazizmit dhe kur hebrejt kërkoheshin për të dorëzuar, shqiptarët nuk u përkulën. Edhe pse ishim të pushtuar, edhe pse ishim të varfër, edhe pse ishim të dobët, edhe pse rrezikonim jetën, ne i mbrojtëm hebrejt aq sa patë mundësi. Nuk pyetëm kush është i fortë për të lobuar, po pyetëm kush ka të drejtë dhe kush është viktim. Prandaj, le t'i themi edhe këtyre këtej, po edhe cave këtej, jo në emrin tim. Jo në emrin tim. Jo në emrin tim. Jo në emrin tim. Edhe kur Kosova digjej në zjarrin e shovinizmit serb për të ardhur pak më afër në memorien tonë historike, dhe kur shqiptarët atje i iknin spastrimit etnik, sërish ne si popull dhe përfaqësuesit tan nuk bën llogarit diplomatike, por hapën së pari dyert për të furnizuar me armë dhe për të dhënë përvojë luftarake ushtrisë shqirimtare të Kosovës, dhe më pas hapëm zemrat dhe shtëpitë për vëllezërit dhe motrat tona. Këto dy momente, po dhe shumë të tjera, tregojnë qartë që ne si popull kemi qenë gjithmonë në krah të viktimës, jo me agresorin, jo sepse është e lehtë, jo sepse është e leverdishme, por sepse është e drejtë. Dhe sot, kur Gaza është rënoj dhe palestinezët vijojnë të vriten, sot e kësaj dite, tani në këtë moment që flas, edhe pse thuhet se është një armë pushim atje. Historia nuk na lejon që të heshtim. Nuk na lejon historia që të përkulemi përballë një servilizmi të tillë të poshtër 2 metra të gjatë. Ky dubim, që të mos ju marr shumë kohë, ky dubim është për Palestinën dhe për Gazën, patjetër, për Palestinën dhe për palestinezët që ende po i pengojnë që të marrin në dorë fatin politik të vendit të tyre. Po ky dubim është mbi të gjitha për Shqipërinë, e cila u turpërua ndërkombëtarisht prej veprimit të Edi Ramës, i cili jo vetëm i ka nxjerrë jetën popullit këtu, por shkoi dhe na e bëri faqen për tokë ballë ndërkombëtarëve. Turp! Jo në emrin tim. Jo në emrin tim. Përfaqësimi nuk është as pronë private e Edi Ramës, as e Sali Berishës, as e askujt që përfaqëson sot apo do të përfaqësoj nesër qytetarët e këtij vendi i zgjedhur. Përfaqësimi është i popullit shqiptar dhe kushdo që do të përfaqësoj popullin shqiptar ta mbaj mirë në mend se nuk ka të drejtë që të normalizoj asnjë gjenocid në emër të popullit. Turp! Sot nuk po kërkojmë luftë, po kërkojmë drejtësi. Sot nuk po kërkojmë urrejtje,
po kërkojmë dinjitet dhe po themi qartë, jo në emrin tim, Jo në emrin tim. jo në emrin ton, Jo në emrin ton. jo në emrin e Shqipërisë, Jo në emrin e Shqipërisë. Roft, Gaza dhe Palestina. Roft, Gaza dhe Palestina. Faleminderit. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free! Palestine. Free, free! Palestine. Free, free! Palestine. Liri! Liri! Liri për Palestinën. Liri për Palestinën. Liri për Palestinën. Free, free Palestine! Free Palestine. Free, free! Palestine. Free Palestine. Jo në emrin tim! Jo në emrin tim! Not in my name! Not in my name. Not in my name! Not in my name. Të nderuar motra dhe vëllezër, vizita e kryeministrit Rama në Izrael është një njoll e madhe turpi për popullin ton. Si kur ndonjëherë në historinë e saj, Rama e pozicionoi Shqipërinë në anën e zezë të padrejtësisë, të krimeve, të vrasjes së fëmijëve, të vrasjes së grave, në anën e racizmit ekstremist fetar që vret duke u justifikuar me fen. Kjo, sepse Izraeli deri më sot ka vrar më shumë se 72.000 civil, prej të cilëve më shumë se 20.000 janë fëmijë, ka shkatruar plotësisht ose i ka bërë të pabanueshme rreth 90% të banesave në Gaza, ka bombarduar shkolla dhe spitale, ka shkatruar xhamia dhe kisha. Mirë po, kryeministri ton nuk i bën as pak përshtypje këto. Ai shkoi në Izrael dhe u takua me krenari me Netanyahun, personin i cili i ka kryer këto krime monstruoze. Turp! 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 Netanyahu është në kërkim si kriminal nga gjykata ndërkombëtare penale për kryerjen e gjenocidit, por për Ramën kjo nuk ka rëndësi. Ndërkohë që pothuajse të gjithë shtetet e botës janë distancuar nga Netanyahu dhe kanë deklaruar se do ta arrestojnë atë nëse ai shkel në shtetin e tyre, Rama krenohet me takimin e tij me Netanyahun. Turp! Turp! Ai deklaron se nuk do ta arrestojë Netanyahun nëse ky i fundit vjen në Shqipëri. Dhe pse? Sepse thot se Shqipëria ka besë dhe respekton mikun. Për cilën besë e keni fjalën? Keni dhënë besën për të bashkëpunuar në krime, keni dhënë besën për bashkëpunimin në vrasje të fëmijëve dhe të grave dhe të civilëve të tjerë. Kjo nuk është asgjë tjetër përveç se bashkëfajsi. Mos përdorni besën e shqiptarit për të justifikuar marrëveshjet e juaja të ndyra dhe të pista.
Free, free Palestine! Free, free! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! A mund t'i jepet bes një kriminalit të pa bes si Netanyahu, i cili ka kryer një marrëveshje paqeje, pra një marrëveshje bese për para 3 muajsh. Dhe për 3 muaj me radhë ka vrarë më shumë se 500 civil dhe ka plagosur mijëra të tjerë. Ka vazhduar intensivisht prishjen e shtëpive në Gaza. Jo, zoti kryeministër, ti nuk ke dhënë besën e shqiptarit. Ti ke dhënë besën e horrit, besën e servilit, besën e interesaxhiut, besën e hajdutit dhe besën e diktatorit. Turp. Ti e përdor besën e shqiptarit për të mbajtur karrigen tënde. Ti e përdor këtë fjalë për të mbajtur pushtetin tënd. Ti e keq përdor besën e shqiptarit dhe këtë fjalë të ndritur për të vjedhur dhe për të kryer marrëveshje të pista në kurriz të shqiptarëve. Boll më me këtë fjalë. Boll më ta përdorni dhe ta keq përdorni këtë fjalë. Mos abuzoni me të. Ne shqiptarët e demonstruam besën e shqiptarit kur mbrojtëm hebrejt në luftën e dytë botërore. Dhe ne jemi krenar për këtë. Ne mbrojtëm hebrejt për shkak të ndjeshmërisë njerëzore, për shkak të drejtësisë. Në atë rast ne ishim në anën e drejtë dhe ishim në anën e të shtypurve. Ne nuk i dallojmë, nuk i kemi dalluar dhe nuk i dallojmë njerëzit çfarë feje apo çfarë kombi kanë. Ne i shohim si njerëz. Ne nuk u bëm me gjermanët, megjithëse e kishim shumë më të lehtë të bëheshim me ta sepse ata ishin në pushtet. Dhe përveç kësaj e kishim dhe shumë më të lehtë sepse marrëdhëniet tona me gjermanët si kombe janë po shumë më të afërta se hebrejt. Por ne nuk u bëm me ata, megjithëse ata ishin afër nesh dhe mbi ne në pozicionin ishim të pushtuar nën ta. Ne ishim në krahun e duhur atëherë, por ne nuk jemi tani. Ne nuk jemi tani sepse Netanyahu dhe lloji i tij në pushtet me ekstremizmin e tyre fetar o nacionalist zionist janë agresor, janë vrasës që kërkohen nga drejtësia. Netanyahu dhe bashkëpunëtorët e tij janë agresorët dhe nazistët e kohës së sotme, kurse palestinezët janë në të njëjtin situatë siç ishin hebrejt në luftën e dytë botërore. Janë të shtypurit, janë viktimat dhe janë në anën e drejtësisë. Në fakt, zionistët ekstremist janë edhe shkaktarët kryesor të antisemitizmit, sepse janë bërë shkak që hebrejt të shihen me urrejtje në shumë vende të botës, ndërkohë që shumica e hebrejve në botë janë njerëz të ndershëm dhe e kanë dënuar ashpër veprimet e Netanyahut dhe të klikës tij në pushtet. Zoti Rama, a nuk të duk vetja qesharak që shkon në një vend totalisht të izoluar diplomatikisht dhe të pritën një lloj siç priste Enver Hoxha disa figura qesharake komuniste të partive komuniste të Brazilit në kohë Joao Amazona e disa Vasco Dinucci e të tjerë, dhe tregohej me krenari në atë kohë se nuk ishim të izoluar. A nuk të duk vetja si lolo që po të tallen me ty? Turp!
Veprimi tragjikomik i kryeministrit ton nuk shërben për asgjë tjetër, veç se si një gomardare shpëtimi e imazhit të tij ndërkombëtar, të imazhit të kriminalit Netanyahu. Zoti kryeministër, veprimi yt nuk është në emrin ton. Me veprimin tënd për një servili të përkryer, ti nuk përfaqëson shqiptarët. Ti përfaqëson vetëm veten tënde, interesin tënd, pushtetin tënd. Po, përfaqëson edhe opozitën, përfaqëson edhe Perishën me shok, të cilët po plasin që nuk janë në vendin tënd. Zoti kryeministër, shqiptarët kanë besën e shqiptarit, jo besën e horrit. Besa e shqiptarit është besa që i është dhënë Zotit për të qenë në anën e të drejtës, besë që i japin njerëzit njëri tjetrit për të mos cënuar jetën e tyre, pasurinë dhe nderin e tyre të njëri tjetrit. Për këto japin besën shqiptarit, kurse ti e jep besën për të bashkëpunuar në krim. Zoti kryeministër, ki parasysh që herët apo vonë Netanyahu do të jetë në karrigën e drejtësisë, në karrigën e të pandehurit, dhe ata që do ta dorëzojnë atë, do të jenë vetë populli i tij. Nuk është çudi që edhe bashkëpunëtorët si puna jote, cilët je prej tyre, do të përfundojnë edhe ata atje. Zoti kryeministër, shqiptarët, muslimanët dhe të krishterët nuk janë në anën e gjenocidit, nuk janë në anën e krimit, por janë në anën e paqes dhe të drejtësisë. Lavdi Zotit, lavdi popullit shqiptar. Free, free Palestine. 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 Jo në emrin tim, jo në emrin tim, jo në emrin tim. Kimo, Orik, qkoj njeri për jush, të ngrejet mikrofonin, lartë, dhe t'ja afroj afër gojës, se të vendosi e ti. Gjesi, shko afroj e qik mikrofonin. Të gjithë ne këtu jemi mbledhur, jo vetëm për të folur, jo vetëm për të shprehur, jo vetëm për të Se kuptoje. në anën më të drejtë të historisë, në anën e së drejtës, në anën e së vërtetës, në anën e njerëzores, por mbi të gjitha ne këtu jemi mbledhur për të mos heshtur. Ogjes, Ne këtu jemi mbledhur hipe lartë. për të reaguar. Ne këtu jemi mbledhur për të pozicionuar të drejtën sipas konvencionit. Jo vetëm tonë si besimtar musliman, jo vetëm tonë si qenie njerëzore, jo vetëm tonin si shqiptar, por mbi të gjitha të njëjtin pozicionim që mban bota e qytetëruar. Ajo çfarë po ndodh me Gazën, ajo çfarë po ndodh me Palestinën, është një diçka. Mos duhet ngrida i mikrofonin aty te platforma valla. Tash ma të i thash aty, përse Ogjes, ngrihet te platforma, edhe qoja anësh mikrofonin dhe asaj afroja te goja. Se nuk ule pastaj, ule kushtosh. Njerëzore, të cilët kanë të njëjtat të drejta për të jetuar në territorin e tyre, në shtëpinë e tyre dhe kudo si çdo qytetar tjetër i botës së shqiptarëve. Shprehur që përfaqësuesi i Shqipërisë, i cili nuk e meriton këtë emër, sepse nuk është përfaqësuesi e asnjë shqiptarëve, sepse një përfaqësues i Shqipërisë mendon më të mirën e Shqipërisë, qoftë nga ana juridike, qoftë nga ana ligjore, qoftë nga ana sociale, qoftë nga ana morale,
dhe qoftë nga ana e reprezentimit dhe përfaqësimit. Si ka lidhur fare ato boks? Si ka lidhur fare boksi ato, nuk e dëgjohesha unë kur flisja apo? Nuk është e vërtetë. Ka thënë diçka mandës së cilën asnjë përfaqësues i shteteve të tjera më përpara nuk e ka thënë. Atë çfarë ju jeni shprehur, nuk e keni thënë në emrin. Oges, afroj edhe çik. Nuk e keni thënë. Afroj edhe në çik emrin te e goja. shqiptarëve. Nuk e keni thënë në emrin ton, në emrin e të së drejtës dhe në emrin e të së vërtetës. Ato të cilët janë vrarë janë qenie njerëzore. ka afër fare, thjesht do të bërtasi pak sa të dëgjohet. dëgjohet. Të njëjtën mbrojtje ligjore Okej. si çdo bashkëqytetar tjetër i Ka mundësi që janë arenës lidhur kombëtare bokset dhe aty. ndërkombëtare. Se ato bokset shtynë apo? Janë bërë kriminala. Janë bërë gra. Janë bërë fëmijë. Janë bërë fushke. Janë bërë nëna të cilët kanë qenë shtatzan dhe as ato nuk kanë mundur të lindin, as ato nuk kanë mundur të çojnë shtatzaninë e tyre deri në fund. Dhe as ato fëmijë Afrim. nuk kanë mundur Afrim. të linë më në jetë. Afrim. Këtu nuk jemi. Izrael kriminal. Fruktu. Dhe më falë që po të themi ndëruar sepse nuk e meriton këtë emër. Janë vrarë fëmijë, janë vrarë të pafajshëm, janë gëzuar, janë shembur institucione, spitale, janë lënë në kushte çnjerëzore, pa bukë, pa ujë, pa mbrojtje, pa ngroje, janë lënë në kushte çnjerëzore, kryeministër. Dhe përtek kësaj, po gjithë bota ka ulëritur se çfarë po ndodh në Gaza dhe në Palestinë, ju me patërpësinë më të madhe, me indiferentizmin më të madh, keni arritur deri aty sa të shprehni që asgjë nuk po ndodh, që është diçka fetare? Nga artohet këtë gjë. Ku është palosur? Ku e bazuat? Ku e provuat, i nderuar kryeministër? Mandës së cilët arritët në një konkluzion të tillë. Tur. Izrael kriminal. Kush bashkohet me krimin është kriminal. Kush e mbështet krimin është kriminal. Kush mbështet vjedhjen, vrasjen është vrasës. Dhe ju jeni në vrasës, nderuar kryeministër. Jeni një vrasës. Ju nuk jeni vetëm thjesht vrasës gjatë pasi ju nuk keni bërë vetëm të armën e shqiptarëve, por përmes kësaj doni të vrisni edhe përfaqësimin, dignitetin e shqiptarëve. Kështu thaj nderuar. Jo në emrin tim nderuar kryeministër. Jo në emrin e të gjithë protestuesve, jo në emrin e Shqipërisë, jo në emrin e shqiptarëve, të cilët dojnë paqen, dinjitetin, dojnë shtetin, lirinë dhe respektimin e të drejtave dhe të lirive. Jo vetëm të tyre, po të çdo qytetari tjetër në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Ju përveç se jeni një kriminal, Palestine, free Palestine. Ju vetëm që jeni një kriminal, sepse bashkoheni me krimin, ju vetëm që jeni një servil, sepse parashtrut diçka në prezencë të një super kriminali që ajo çfarë ti po bën nuk quhet krim, ajo që e shefton bota si vrasje nuk është vrasje, ajo që e shefton bota mantës të cilët shemben spitalet, institucionet, banesat nuk është ashtu, ajo mantës të cilët vendosen në kushte njerëzore, pa bukë, pa ujë, pa kushte spitalore, nuk është ashtu si duket, por ju jeni edhe një gënjeshtar. Ju keni thënë që shqiptarët nuk protestojnë. Po ne çfarë jemi nderuar kryeministër? Nuk jemi shqiptar? Kush është shqiptar këtu të çojë dorën? Unë jam shqiptare dhe jam krenare. Jam shqiptare dhe protestoj, jam shqiptare dhe mbështetem në anën e të së drejtës, të së vërtetës, të jetës. Free Palestine. Pra siç e konstatoni këtu ka shqiptar. Në qoftë se nuk ka protesta nga ana shqiptarëve, po këto policë të nderuar që i ke rrethuar parlamentin dhe pozicionin ton, çfarë janë? Në qoftë se nuk ka protesta, si është e mujtur që angazhon shtetin? Si është e mujtur që rrethohen disa protestues, rrethohen, çfarë jemi ne, kriminala? Po jo, kryeministër, ne nuk jemi kriminala. Kriminali vetëm je ti. Ai i cili ka ndikuar në shpopullimin e shqiptarëve je ti. Ai i cili bashkohet me vrasjen je ti. Ai i cili bashkohet me padrejtësinë je ti. Ai i cili bashkohet me shpopullimin je ti, i nderuar kryeministër, dhe jo ne.
por ju nuk mund të shprehni për shqiptarët që ne jemi indiferenta. Jo, askush nga ne nuk është indiferenta. Jo vetëm këto që janë këtu, por edhe të tjerë të cilët dhe pa mundësi objektive nuk kanë pasur mundësi të vinë dhe të bashkojnë këtu në shesh, sepse ti je diktatori shqiptarve, ti je kriminali shqiptarve. Ja çfarë je ti. Por përsëri do të ketë shqiptar që shpalosin të vërtetën, do të ketë shqiptar që ta ballafaqojnë të vërtetën duke të thënë që ti je kriminal. Ti je kriminal, sepse bashkohesh me krimin. Ti nuk e meriton të jesh kryeministër i shqiptarëve. Ti nuk e meriton të përfaqësosh. Dhe ti nuk mund të flasësh në emrin e shqiptarëve. Asnjë prej shqiptarëve nuk pozicionohet me vrasjen dhe ma çfarë po ndodh në Palestinë. Turp të kesh, turp, që për interesat e tua shitesh Shqipërinë dhe ballafaqohesh dhe bashkohesh dhe mbështet anën e errët të padrejtë të historisë. Ne jemi mbledhur këtu për të folur në emrin e tanë shqiptarëve, që kryeministri nuk ka folur në emrin ton. Free Palestine! Faleminderit. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea! Palestine will be free! From the river to the sea! Palestine will be free! From the river to the sea! Palestine will be free! Yes, inshallah, it will be free! From the river to the sea! Diri for Palestine! Diri for Palestine! Diri for Palestine! Diri for Palestine! Open my name. Israel criminal! Israel criminal! Israel criminal! Israel criminal! Edi Rama criminal! Edi Rama criminal! Edi Rama criminal! Edi Rama criminal! Diri for Palestine! 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 Free Palestine! Free Palestine! Not in my name! Jo në emrin tim! Jo në emrin tim! Vlezër dhe motra, neve si gjithmonë jemi përpjekur t'i bëjmë protestat tona sa më të përputhshme me ligjin dhe me kërkesat, le të themi, të drejta apo kërkesat e ndjeshmërinë e popullit ton. Neve asnjëherë nuk kemi prekur asnjë gjethe gjatë protestave tona. Megjithatë, nga ana tjetër, kryeministri, i cili është përpjekur gjithmonë të na tregojë që këtu s'ka pasur protesta, ka penguar më shumë se 10 apo 15 herë ka ndaluar protestat tona, edhe herët e tjera që ne i kemi bërë,
shumicën ose një pjesë të atyre kanë qenë të ndaluara dhe kjo në shkelje të plot të ligjit. Edhe sot, kryeministri ka urdhëruar forcat e rendit që ta ndalojnë marshimin. Pse? Edi Rama kriminal! Edi Rama kriminal! Edi Rama kriminal! Ka kërkuar, i ka urdhëruar ata që ta bëjnë këtë që të tregojë që këtu nuk ka protesta. Në fakt këtu ka protesta. Dhe ka pasur gjithmonë protesta. Dhe ne nuk jemi ndryshe nga popujt e tjerë të botës. Të gjithë bota ka protestuar dhe ne kemi protestuar. Pse? Sepse atje është qendra e njerëzimit dhe qendra e drejtësisë së njerëzimit. Atje në Palestinë është vendi i profetëve, vendi i lindjes së feve, vendi ku kanë zbritur më shumë profet nga gjithë njerëzimi. Atje është bërë betejë e profetëve për drejtësi ndërmjet të kotës dhe të vërtetës. Atje vazhdon bëhet edhe sot betejë ndërmjet padrejtësisë, zullumit dhe drejtësisë dhe të vërtetës. Atje bëhet betejë ndërmjet diktatorit dhe të shtypurit. Atje bëhet betejë për drejtësi. Por kryeministri do që të thotë që ne dhe popujt e tjerë të botës, sikur popujt e botës si ka parë, po ka dashur të thotë që ne nuk protestojmë. Ne jemi këtu në protestë. Dhe ne, megjithse protestojmë për Palestinën, patjetër që vendin ton e duam më shumë se gjithkush, se gjithçka në botë. Patjetër që ne përparësia jon është vendi jon. Dhe ne asnjëherë nuk duam as të shkatërrojmë ligjin, as të shkatërrojmë rendin dhe të prishim vendin ton për çfarëdo kauze, qoftë që na çon neve në dëmtimin e rendit dhe të sigurisë së vendit ton. Kështu që për këtë arsye, ne do të vazhdojmë gjithmonë të protestojmë për Palestinën dhe kryeministri ta ketë të qartë këtë gjë në mendjen e tij, por ne gjithashtu asnjëherë nuk do të thyejmë ligjin dhe kërkojmë nga forcat e rendit që të zbatojnë ligjin dhe jo të zbatojnë urdhrat e pacipa të një kryeministri i cili i shërben zullumit, gjenocidit dhe padrejtësisë. Free, free Palestine! Për këtë ju kërkoj që tashmë protestën ta mbyllim, megjithatë herën tjetër të jetë e qartë që policia dhe kryeministri mos ta ndalojnë protestën tonë dhe mos ta ndalojnë marshimin tonë. Free, free Palestine! Aslanım.